e pranuan dhe prokurorët, e pranoi dhe gjyqtarja për ta spostuar seancën ditën e hënë në orën 9 të mëngjesit. Është çik herët, po ju e kërkuat përjashtimin e gjyqtares Lena Gjoka apo vetëm zoti Cakrani? Po tani i rrugë dy punë do themi ne, kërkoj zoti Cakrani, herës tjetër mund ta kërkojmë ne, po sot. Jo, sot sa shumë kishim vetëm një ndërhyrje nga avokati im Redi Llanaj, i cili kundërshtoi dorëzimin e letërporosisë për të pasur një qartësi, sepse në radhës që kaluar pati një po themi një informacion të gabuar për opinionin publik, ku than prova të reja, nuk ka asnjë provë të re, por përkundrazi ishte kthimi i përgjigjes së letërporosisë që ka bërë SPAK-u në nëntor të vitit 2024 dhe ka ardhur me 1 tetor. Gjë që në një farë mënyre ka treguar që prokuroria ka shkelur procedurën duke mbyllur hetimet për ta çuar dosjen në gjykim, pa mbyllur hetimet për vetëm shkak që dihet shumë mirë që ishte vetëm gjë që i binte të dilte Ilir Meta nga burgu. Megjithatë, jo nuk dha, unë që i kam marrë materialet e reja, do t'i shikojmë në seancën paraprake, materialet e reja ka fagma që do të nxjerrin në pas se kush janë keqdashtësit ose shpërdoruesit e sabotuesit, po nuk po i quajmë falsifikatorët, po i quajmë, por do të shikojmë është e njëjta rast si me McKeonin, që pretendonin që janë paguar $1 milion dhe pastaj doli vërtetimi ashtu siç erdhi nga Amerika për herë të dytë, që është paguar $15,000 GSI-ja siç ka pas. Edhe në këtë rast, përsëri llogaritë bankare të GSI-së tregojnë haptas që janë paguar aq para saç ka deklaruar LSI-ja, dhe jo çdo, sipas SPAK-ut mund të rezultojë që edhe dhoma e tregtisë Meksikës i bie që ta ketë pagu faturën për LSI-n, sipas llogarive bankare të asaj. Por sigurisht që kjo dosje, siç ka ardhur tashmë, do të kthehet përsëri mbrapsht, si në rastin e McKeonit, gjë që e cila do të vendosi përpara drejtësisë ose përpara zbërthimit të çështjes GSI-sën, prokurorinë e posaçme apo dikë tjetër kushdo që ka bërë analizimin edhe përfaqësimin e kësaj dosje. Kryemadhi avokati Ilir Metës tha se kërkon çështjen e rikthimit të dosjes në SPAK, nuk do ta kërkoni? Patjetër që do ta kërkojmë rikthimin, sepse vetë letërporosia nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell informacionin e saktë dhe zbardh një herë përfundimisht se çfarë ka ndodhur me GSI-sën. Pra, faktikisht duke e lexuar me ekspert financiar dhe me ekspert, po themi, të bankës, të sistemit bankar, është e faktuar që Lëvizja Socialiste për Integrim ka paguar aq fatura sa që ka deklaruar, dhe aq fatura janë derdhur në llogarinë bankare të GSI-së sa ka deklaruar Lëvizja Socialiste për Integrim. Pretendimet nga prokuroria pastaj kanë të bëjnë ose me pa aftësinë e lexuesit financiar në prokurori, ose pastaj me keqdashtësi ose vendosen në një pozitë të vështirë për akuzën që kanë ngritur. Kështu që mos harroni, të nderuar gazetar, miq, si të doni, mos harroni që ky hetim ka filluar për të tetuar minierat e Floririt, gradacilat në Angli dhe në Amerikë, edhe milionat në offshore. Faktikisht po rezultojmë që kemi ngel ke heqja mitrës Monika Kryemadhit në 2019. Faleminderit. Faleminderit juve.